Sa e sa njeriu gjatë ditëve dhe netëve dhe javëve dhe muajve të cilët kanë kaluar, ata i kanë kundërshtuar urdhrat e Allahut dhe urdhrat e pejgamberit alayhis salam. Sa e sa njeriu gjatë ditëve dhe netëve të cilët ai ka kaluar, ka qenë neglizhent gjatë namazit të tij. Sa e sa njeriu gjatë ditëve dhe netëve të cilët kanë kaluar, ka qenë mos respektues i prindërve të tij. Sa e sa njeriu gjatë kësaj kohe dhe gjatë këtij vitit i ka shkëputur lidhjet e tij familjare, lidhjet e tij farefisnore. Sa e sa njeriu ka shikuar haram dhe ka dëgjuar haram gjatë kësaj kohe dhe ai nuk pendohet tek Allahu te bareke ve taala. Ka mbetur pak ditë të pakta që ne me lena Allahu do t'ja japim lam të mirën këtë vitit. Ku ky vit kaloi me një shpejtësi shumë të madhe, sikurse që të ishte vetëm një çast. Dhe kush dëshiron ta kuptoj këtë më së miri, le ta shikon në vetveten e vet. Në qoftë se ka qenë i vogël, ai është rritur. Në qoftë se është i rritur, atij është forcuar trupi. E në qoftë se ka qenë i ri, atij është ofruar pleqëria, janë thinjur flokët e tij, i është përkulur shpina e tij, e Allahu po na thot: "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Në vetvetet e juaja, a nuk po shikoni? A nuk po meditoni? A nuk po merrni mësim se si ditët kalojnë, se si vitet kalojnë dhe kështu do të vijë fundi i jetës tonë dhe ne do ta takojmë Allahun te bareke ve taala. O vëllezër, kjo është një prej argumenteve që ne të reflektojmë mbi pavlerësinë e kësaj dhunjaje, sepse kjo botë është një vend kalimi dhe udhtim për në botën e përhershme. Po i vije fundi këtij vitit, po vëllezër, ashtu sikurse që përëndon dielli në çast të perëndimit. E ne gjatë këtij vitit, ndoshta mbi supet tona, mbi vetët tona, kemi mbartur shumë zemrime, shumë hidhrime, shumë pikëllime. Ndoshta jemi goditur me sprova dhe fatkeqësi të ndryshme, me vdekje, me sëmundje të familjarëve tanë apo të vetëve tona. Por të dashur vëllezër, a jemi duke marrë ibret? A jemi duke marrë mësim ne në të gjitha këto? Ku gjithashtu ne jemi dëshmitar të çdo secilit prej vetëve të tona. Sa e sa njeriu gjatë ditëve dhe netëve dhe javëve dhe muajve të cilët kanë kaluar, ata i kanë kundërshtuar urdhrat e Allahut dhe urdhrat e pejgamberit alayhis salam. Sa e sa njeriu gjatë ditëve dhe netëve të cilët ai ka kaluar, ka qenë neglizhent gjatë namazit të tij. Sa e sa njeriu gjatë ditëve dhe netëve të cilët kanë kaluar, ka qenë mos respektues i prindërve të tij. Sa e sa njeriu gjatë kësaj kohe dhe gjatë këtij vitit i ka shkëputur lidhjet e tij familjare, lidhjet e tij farefisnore. Sa e sa njeriu ka shikuar haram dhe ka dëgjuar haram gjatë kësaj kohe dhe ai nuk pendohet tek Allahu te bareke ve taala. Sa tek ai njeri gënjeshtra, shpifja, vjedhja, izilia, inati, hasedi, mendjemasia, të gjitha këto dukuri negative dhe të liga janë bërë shumë normale në jetën e tij, subhanallah, sepse ati i ka hupur marrja dhe turpi dhe nuk pendohet para Allahut dhe nuk e mendon se një ditë do të dalë para Allahut dhe nuk e llogarit veten e tij. O të dashur vëllezër besimtar, a nuk jemi duke medituar në këtë çështje? Andaj, prej gjërave më të mira që ka mundësi njeriu më i bë, para se të kaloj ky vit, padyshim është se ai të llogarit veten e vet. Të llogarit veprat e tua, llogariti veprat e tua. Ne shohim shumë njerëz, në veçanti shumë tregtar, të cilët kanë biznise të ndryshme. Në fundin e vitit e marrin një laps, e marrin një fletore dhe i mbasin llogaritë e tyre të firmave të tyre. Hyrjet, daljet, fitimet, humbjet dhe se çfarë kanë mundësi të avancojnë në tregtinë e tyre. Për Zotin e Madhreshëm, a nuk jemi ne muslimanët, të cilët e qesmi ballin në sejdë vetëm për Allahun dhe shpresojmë xhenetin e Allahut me mëshirën e tij dhe friksohemi nga zjarri i xhenemit, e besojmë xhenetin hak, xhenemin hak, ringjallën hak, vdekjen hak, Allahun hak, pejgamberin hak sallallahu alaihi wasallam. A nuk jemi ne me parsor që ne të llogaritni vetët tona, punët tona të mira dhe të këqijat? Ashtu si tha Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah." O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun, keni dru Zotin e juaj dhe shikoni se çfarë keni përgatitur për nesër. Çka ke përgatitur i vëlla, i dashur besimtar për ditën e nesërme kur ti do të takosh Allahun? Ashtu si thonte Umar ibn Khattab: "Ya ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu." O ju njerëz, llogaritni vetët e juaja para se të mirreni në llogari. Matni vetët e juaja, punët e juaja, veprat e juaja, amelet e juaja para se të matën ato. Për këtë të dashur vëllezër besimtar,
Çdo kush i cili nuk është falur gjatë këtyre ditëve, netëve, javëve, muajve dhe viteve të cilët kanë kaluar, është koha që ti t'i kthesh Allahut Azza wa Jall, të llogaritsh veten tënde, veprat e tua dhe amelet e tua. Është koha që ti ta rifillosh një kapitull të ri me Allahun Azza wa Jall, ta rregullosh raportin tënd me krijuesin e gjithësisë dhe dije betohem në Allahun te bareke ve taala, se sa nuk mund të gjesh as më të butë, as më të mëshirshëm, as më bujar dhe as më fisnik se sa krijuesin tënd Allahun te bareke ve taala. Dëgjoni këtë ngjarje, këtë bisedë që është zhvilluar ndërmjet Iblisit dhe Allahu te bareke ve taala. Iblisi po i thot Allahut: Ja Rabb, wa izzatika wa jalalika la ughwiyannahum ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Thot, o Zot, pasha madhrin dhe lavdin tënde, unë do të mundona të devijoj njerëzit për derisa shpirtat e tyre të jenë në për trupat e tyre. Po vëllezër, cila ishte përgjigjja Allahu te bareke ve taala? Thot, wa izzati wa jalali, wa izzati wa jalali, pasha madhrin dhe lavdin time, unë do t'i fali robrit e mi për derisa me damu yastaghfirunani, për derisa ata të më kërkojnë mua falje. O vëllai i dash besimtar, kërkoj falje Zotit tënd dhe adhurua Allahun te bareke ve taala.